Operacioni i prokurisë së Lezhës zbuloi një skem të mundshme të ndërtimit pa leje dhe tjetërsimit të pronave shtetërore, duke përfshirë zona të njohura si Laguna e Patokut dhe Rane Hedhu në Shëngjin. Hetimet kanë nisur pas dyshimeve se trua dhe i përdorur për ndërtimin e disa shtëpive ishte pronë shtetërore, por ishte tjetërsuar përmes dokumenteve të rreme dhe më pas banesat ishin legalizuar. Në kuadër të këtij procedimi, prokuria lëshoi 10 urdhër arreste, me të cilat janë ekzekutuar nga policia e Lezhës. Ndër të arrestuarit janë ish drejtori i kadastrës Gentian Malota, ish shefi i legalizimeve Artur Shabaku dhe Atmir Maxhuni, zyrtar kadastre. Masa arrest me burg është përcaktuar për Pjetër Tuci, ndërsa për Luiza Bala dhe Kuran Gjina është vendosur arrest në shtëpi. Ndërkohë, 2 ish drejtor të Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, Flori Gjini dhe Kol Malaj, nuk mund të largohen nga vendi, ndërsa efektiv të policisë Martin Doka është caktuar si ndalim për daljen jashtë vendit, ashtu dhe pezulllimi i ushtrimit të detyrës. Operacioni tregon për fshirjen e zyrtarëve të shtetit dhe personave privat në një skem që sipas hetimeve mund të ketë sjellë legalizimin e pronave shtetërore për përfitime personale. Hetimet vijojnë për të identifikuar të gjitha personat e përfshirë dhe për sqaruar rolin e secilit në këtë skandal.